Ka një padi tjetër që është bërë ndaj zonjës Gjaçka, kësaj radhe jo në bashkëpunim me bashkëshortin e saj, jo për investime strategjike dhe për biznese private familjare, por flitet për një tjetër padi, cilën unë e kam parë, është një gati 50 e ca faqe padi që është dorëzuar në SPAK nga një ish major i lartë i ushtrisë shqiptare, i cili e ka dorëzuar në SPAK, padi ndaj zonjës Gjaçka, ku përfshihet edhe presidenti aktual i Republikës, si persona të cilët kanë shitur objekte shtetërore, ushtarake, strategjike, duke i dhënë në këmbim të personave privat, pra për të krijuar sërish investime private, biznesmenve apo oligarkëve të quajtur ndryshe në vend. Është një hetim i cili edhe pse ka vite që vazhdon, ka mbi 3 vjet që vazhdon, ndaj Olta Gjaçkës, nuk është marrë asnjëherë një veprim konkret juridik nga ana e SPAK-ut. Ajo që ne dim, disa gazetarë nga burime brenda SPAK-ut, është fakti që Presidenti i Republikës i është marrë një dëshmi në lidhje me këtë gjë, sepse zoti Begaj ka firmosur materialet për të cilat bëhet fjalë, pra për pronat e ushtrisë të cilat janë deleguar, le të themi, kështu që nëse do të kemi këtu hetim serioz, le të themi, nga ana e SPAK-ut, për të shkuar deri në fund që kush ka qenë veprimi që ka bërë ish ministri e mbrojtjes, sepse këtu vjen në postin e ish ministres së mbrojtjes. Pra shikojmë që Olta Gjaçkën e kemi të marrë të pandehur si ish ministre e jashtme, si ish ministre e brendshme, mbrojtjes. Kështu që duhet të shikojmë se kush do të jetë qëndrimi i SPAK-ut në lidhje me hetimin 3 vjeçar që ka nisur ndaj Olta Gjaçkës dhe Presidentit të Republikës dhe një sër të gjeneralësh, ushtarakësh të lartë, të nivelit lartë në ministri, në lidhje me disa prona shumë të rëndësishme dhe vende shumë strategjike për ushtrinë shqiptare.